Partisë Demokratike. Po e realizon dot shpëtimin? Ajo është çështje gjyqi. Ai do shkojë në gjyq. Si e parashikoni ju? Nuk di, unë si kam parë provat, nuk di të flas pa prova. Të shikojmë. Por ama kemi këtë analitik. Po? Në qoftë se merr pafajësinë, natyrisht që krijon një vlerë të fortë majtas. Në qoftë se fajsohet dhe dënohet, ikër nga politika. Kjo është plus minusi. Të shohim si do dali. Po në kambin tjetër, 4 mandate, avokat, ky super pushtet dhe me 83 mandate, çfarë do me thënie ka për ju? Si e parashikoni ju që do ta menaxhojë Edi Rama Partinë Socialiste në 4 vitet e ardhshme? Ashtu se kurse e ka menaxhuar në 12 vjet. Ata kanë ata. Kryetari i Partisë Socialiste, edhe në qoftë se ka qenë i djathtë si Rama, se Rama e ka filluar karrierën nga arti, dhe ishte i djathtë, po fute në gravitacionin e socialistëve, po? Atje je brenda natyrës tyre, nuk del dot. Edhe Rama i është nënshtruar, ka karizmën e tij në politikë, po tani ka krijuar fluksin e tij. Se nuk është gjë e thjeshtë. Tani ka fituar, ka marrë fluksin e tij në elitën zgjedhore të Partisë Socialiste. Nuk pyet, ka kongresin, ka edhe këtë plenumin që i thoshin komunistët. Të lutem, i ka të dyja. Atëherë çfarë? Nuk i ka marrë me dhunë, i ka marrë me aftësi, të jemi realist. Por e ka pyetja që bëhet është kjo, e ka iluminuar më tej Partinë Socialiste apo e ka lënë në vend siç ka qenë? Për mendimin tim, e ka lënë në vend siç ka qenë. Por ajo duke mbetur në vend siç ka qenë, është prapë fituese. Pse? Është ajo që u thash pak më parë. Nuk ka të djathtë. Dhe jam të themije. Po? Ishte nonsens, alogjik, që një komunist ekstremist të drejtonte të djathtën liberale në Shqipëri. Kjo i ndodhi Shqipërisë. Saliu. Dhe shiko si e vuan, gjithë krizën e djathtës e krijon ai. Le të thonë ata që patos fitojmë, patos bëjmë, janë të trembur o të blerë. O të trembur o të blerë? Po. Po ka dhe frikën atje, shumica është me frikë atje. Jo me frikë ligjore. Po me heqë privilegjin pra. Ata nuk vjen pushtet. Edhe Saliu e di që nuk vjen pushtet, po ai është preu në një vend. Nuk më duhet mua fare partia, tha, kam interesin tim. Cili është interesi ti? Ajo që ju thashëm, që analizovëm pak më parë. Ka ato 2 pikat ardente, 2 pikat e nxehta, që kërkon të eliminoj duke qenë kryetari i opozitës. Po kur mirë, po pikat e nxehta të tij janë në SPAK. E dini ju, zoti gazetar, se kush e drejton SPAK-un? Nuk e drejton shqiptarët. Amerikanë. Shikojnë atje. Atje i keni ekspertët, i shikojnë, edhe pagesën ata e bëjnë. Është shtrenjtë, ka rogatarë ata. Edhe prokurorët edhe gjyqtarët. Shumë e vërtetë. Ata na i kanë marrë për sipër të na ndërtojnë pushtetin gjyqësor dhe kanë bërë pak. Ti e ke parë, janë gjithë ata në akuzë me kryeministra, me ministra, me kryetar bashkish, me deputet. Pra, ka filluar pastrimi i korrupsionit. Po më lejon t'ju them një gjë që korrupsioni mund të shkatronte Shqipërinë. Këtë pa perëndimi. Edhe politika amerikane që ndërhyri me forcë. Se nuk u interesonte të shpërbëj
Shqipëria në një kohë që ishin 2 shtete shqiptare. Se ne mund të shpërbëheshim? Dhe shtetin e 2 shqiptar, domethënë Kosovën, ata e nxorën. Po patjetër. Atëherë pyetja bëhet, pse janë kaq të interesuar për këtë pikë ose këtë rrafsh historik, gjeografik? Sepse konflikti me Rusin, në konfliktin me Rusin, Po? Amerika ka domosdoshmëri botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Sa e mori të gjithën, shikoni me vëmendje, kur e mori të gjithë botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, të 2 shtetet, dhe për kërkon të merrte edhe Çamërin, se ka marrë dhe gjysmën e Maqedonisë Veriut. Po? Pra, kur ata e panë që ky po e merrte botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, u troq. A keni parë që u troq politika ruse? Është në mënë të rejqi. Pa, kundër nesh. 4 shtete me shqiptar, domethënë. Urdhë? 4 shtete me shqiptar. Nuk t'i gjova. Shqiptarët në 4 shtete, domethënë jeni duke thënë. Po, në shqiptarët janë në 4 shtete. E din ata ato që? Po, a do t'i marrin të 4? 2 i kanë. 2 i kanë. Gjithë pikpyetja është, ja t'ju them. E mbani mend që shkoi Rama foli për Çamërin? Po? Para një viti e gjysmë? Po, me diasporë. Se partia e çoi, interesi Partisë Socialiste ishte, Washingtoni e çoi diskutorin. Pse? Sepse historia ka një rregull të brendshëm për territoret që janë shkëputur nga shteti ham, dhe që e kanë ruajtur gjuhën dhe nuk janë asimiluar. Ne të gjithë kufitarët tanë nuk i asimiluan dot slavët. Slavët asimiluan vetëm, domethënë serbët asimiluan vetëm katolikët shqiptarë që kanë brenda në Serbi. Që kishin brenda territorit. 35% të serbëve janë ish katolik shqiptar, të dini. Ata 35%. Më thanë, një minutë, më thanë priftrin e mdhej që i kisha miq. Ore, si u kaluan ata, i thashte, feja tjetër? Se kaluan nga kristianizmi, nga katolicizmi në ortodoksi. Ortodoks. E disi thoshin, hama se me kryq ina. Po se mos ishin të shkolluar. Ti që shqiptarët kanë qenë populli më i goditur në funksion të shkollës. Që edhe në perandorin osmane. Bile osmanët me slavët ishin në bashkëpunim për mbajtjen në padije të popullit shqiptar. Por këtu historia erdhi që ne dim se ta përsërisim, tani jemi në jo në 2 shtete, jemi gati 3 shtete. Avokat, po ka një fakt. Edhe ju thash që Rama foli për Çamërin. Po, ka një fakt, avokat, që zhvon pak në diskutim fakti që SBA-ja ka apo jo interes. Ka 2 vjet pa ambasador, ambasada amerikanë në Tiranë nuk ka ndodhur ndonjëherë në 103 vite marrëdhënie zyrtare mes 2 shteteve. Ja, ajo ka qenë prezente këtu, pavarësisht që ka pas ambasador. Ka qenë prezente këtu. Jo, a ka ndikuar ky fakt? Jo, ajo është gjendja e brendshme e tyre. Domethënë që ai që luan rolin e ambasadorit këtu, ka raste të tilla. Ai që luan rolin e ambasadorit këtu, ngarkuar me punë. Në momentin që ka ikur ambasadori, mund të jetë shumë i aftë. Po s'mund ta bëjnë dot ambasador për arsye juridike. Dhe këta më mirë mbajnë atë sa i ambasador është, ju lutem ai pranon dhe letrat kredenciale të gjitha, po nuk ka titullin ambasador. Nuk ka titullin ambasador, po. Dhe ata pa gjetur një tjetër nuk e sjellin sepse këtu është bota shqiptare, sidomos Kosova është domosdoshmëri për ta.
Megjithatë, avokat Nancy Valhorn, që është e ngarkuara me punë e ambasadës, nuk ka qenë aq aktive, fjala vjen sa e ngarkuara tjetër Leila Mosisuani, nëse ju kujtohet, ajo ishte edhe pse nuk kishte titullin e ambasador, shkonte në SPAK vet, shkonte në konferencat gjyqësore, bënte deklarata. Atëre, në rregull, po do të jeni korrekt me kohën. Po? Atëre ishte periudha e marrjes së tyre. Ke të drejtë. Po pra, natyrisht ishte aktiv. Tani ata i kanë marrë ato, jo vetëm po shpëtuar në Shqipërinë, temi realisë. Morën dhe pamërsinë e Kosovës, pse ne e morëm. Natyrisht që UÇK-ja kishte vlerën e vet. Ai ishte fakti që mbështeti aksionin. Bombardua Beogradi gjatë, tjedi. Po, ku ishte forca? Ku ishte ajo... Amerika?